Përshëndetje shok, miq, dashamir, vëllezër, motra, ku do qeni motrat shqiptare dhe vëllezërit shqiptar të gjakut të pastërt të shqiptarit. Njëherit sot është dita e martë, data 17 shkurt 2026. Unë Ramadan Reka, nga Kopenhagen, Danimarkës, vendosa t'ja uroj gjithë konfesionit islam musliman festën e madhe të Ramazanit, sepse kjo fest është festa më e madhe dhe më e shenjta që e ka bekuar Zoti Ul Xhelal. Do më thonë, Ramazani është muaj i shenjtë, muaji i pastrimit të shpirtit, muaji i pastrimit të gojës, muaji i pastrimit të trupit, sepse në këtë muaj Zoti Xheleshanehu na ka lënë agjërimin. Agjërimi do më thonë ta kesh zemrën e pastër, t'i largosh të këqija që i ke në zemër, t'i largosh të këqija që i ke në gojë dhe t'i largosh të këqijat që i ke në trup. Për ndryshe, ky muaj quhet edhe muaj djegës, sepse ne 11 vite gabojmë. Si njerëz gabojmë sepse kanë gabue edhe të dashurit e Zotit, pejgambert alayhis salam. E s'po gabojmë ne që jemi njerëz thjeshtë. Mirë po, në këtë muaj të bekuar, që vetë Zoti e ka bekuar dhe ka quar muaj shenjtë, atëherë në këtë muaj pastrohet çdo gjë e keqe që kemi përgatit apo kemi gabuar gjatë 11 muajve të tjerë. Prandaj, çdo musliman, çdo muslimank këtë fest e pret me padurim. Gëzimi, lumturia, buzëqeshja dhe dashuria e njerëzve në këtë muaj shtohet apo rritet, sepse çdo zemër muslimani që është musliman, do me thonë zemrën e zgjeron. Në këtë muaj ban vetëm vepra të mira, ju ndihmon të varfërve, që edhe sofrat e tyre në iftar dhe në syfyr të begatohen me të mirat e Zotit që Zoti na i ka kriju neve dhe na i ka dhënë. Por edhe ne që ta pastrojmë shpirtin, zemrën dhe trupin, atëherë duhet t'i ndihmojmë të varfërve në çdo iftar, në çdo syfyr. Edhe ata kanë shpirt, edhe ata kanë zemër, edhe ata duan ta agjerojnë muajin e shenjtë të Ramazanit. Prandaj, vëllezër e motra, ky muaj qoftë muaj i bekimit. Të gjithë vëllezër e motra, jepni rëndësi shpirtit tuaj, gojës tuaj dhe zemrës tuaj. Ndaloj gjërat e këqija që i ke përdor më parë në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Përdore vetëm fjalën e mirë të ëmbël, të afrimit, të bashkimit të njerëzve. Bëne zemrën flori që zemra jote le të ketë dhimbje dhe mëshirë për çdo njeri. E kur ka zemra dhimbje dhe mëshirë, atëherë ke mëshirë, ke dëshirë edhe ti ndihmosh dikujt, apo ta pritsh, apo ta respektosh. Prandaj, vëllezër e motra, ky muaj quhet muaj i shenjtë i Ramazanit, apo muaj i pastrimeve nga gjunahet, nga të këqijat që i kemi në trup dhe në zemër, në gojë e në shpirt. Atëherë, edhe njëherë,
unë Ramazan Reka shprehi të gjithë konfesionit islam t'ja uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, duke i thënë mirë se erdhe o muaj i bekuar, sepse na ka marrë malli për këtë muaj, na ka marrë malli për këto iftara, për këtë syfyra që ngritemi në mesnat e hajmë e bëjmë jetë vetëm për hir të Zotit të agjëruar. Agjërone me zemër e me shpirt, por me lidhje gjithmonë të Zoti. Mos agjëroni asnjëherë për mendje të madhe, le të mshep dikush që janë duke agjëruar, sepse ai dikush nuk ta pranon Ramazanin. Ramazanin ta pranon vetëm Allahu Gjeleshanuhu, sepse në emër të tij e nis agjërimin dhe në emër të tij e përfundon. Prandaj, edhe njëherë, vëllezër dhe motra, urime festa e madhe e konfesionit islam, muaj i shenjtë i Ramazanit, me shumë respekt nga unë, Ramazan Reka, nga Kopenhaga e Danimarkës.